100 vjetët në gjumë të Uzeirit a.s. Në Kuranin fisnik nuk ka ndonjë të dhënë të prerë se Uzeiri ka qenë pejgamber. Thuhet se ai ishte i dërguar Sulejmanit a.s. dhe Davudit a.s. apo mes Zekerias a.s. dhe Jahjas a.s. Me qëllim që t'u akthente sërish fenë dhe ta përtërinte ligjin e shenjtë, Zoti xhaleshanuhu dërgoi Uzeirin. Me kalimin e kohëve, Beni Israelitët devijuan sërish nga rruga e Zotit. Aso kohë ata e kishin humbur Tevratin dhe kishin harruar shumë prej këshillave dhe udhëzimeve të tij. Emri Uzeirit përmendet vetëm një herë në Kur'an dhe atë në surën Teube. Ai kishte ditur përmendësh Tevratin. E ditë Uzeiri së bashku me gomarin e tij u larguan nga shtëpia për në kopsht. Me vete mori ushqimin e duhur, por gjatë rrugës ai u thellua në mendime, duke kujtuar begatitë e Allahut, saqë nuk e vrejti se gomari kishte ngatruar rrugën dhe se nuk ishte në drejtimin e duhur. Ai u befasuan nga ajo që i pan syt, pasi që kishte kaluar pranë një fshati i cili thuhet se ishte krejtësisht i shkatruar dhe se nuk kishte njeri aty. Si ishte mundur që Zoti ta dërgonte në një vend të rrënuar dhe pa frymë njeriu? Megjithatë, ai ishte i bindur që Zoti nuk e kishte dërguar kot në atë vend. Kështu që ai priste ndonjë mrekulli, si ringjallja e atij populli. Ndërkohë që priste, ai pyeste veten se si do e ringjallte Zoti këtë popull në këtë botë, cila zakonisht nuk ndodh. Këtë dilemë të tij, Zoti ka regjistruar në Kur'an, ku thot: si e ngjall Allahu këtë pas shkatrimit të tij. Surja Bekare 259. Kjo nuk ishte pyetje refuzuese dhe kundërshtuese lidhur me fuqinë e Zotit ta ringjallur atë popull, por ishte pyetje që shprehte habin. Duke pritur të ndodhte diçka, Uzeiri shtrihet për tokë, i mbështet këmbët te një muri dhe e zë gjumi. Në atë çast erdhi meleku i vdekjes dhe ja mori shpirtin për t'ia kthyer sërish. Vetëm pas 100 vjetësh, Zoti në Kur'an thot: e Allahu e bëri të vdekur atë. Pyetsin Uzeirin 100 vjet, pastaj i ringjalli dhe i tha: sa qëndrove i vdekur? Uzeiri a.s. ishte rënë në gjumë pa i u larguar shpirtin nga trupi i tij, siç kishte ndodhur edhe më parë me djelmoshat e shpellës. Kishte kapluar gjumi para dite dhe kur u zgjua, u ringjall, pra ishte pas dite. Ndërkohë erdhi me lajkja me pamjen e një njeriu dhe pyeti se sa kohë kishte aty. Uzeiri, ku menduar se kishte fjetur gjumi, i përgjigjet se kishte fjetur një ditë ose një gjysmë dite. Meleku i përgjigjet duke ja treguar të vërtetën. Ai përgjigjet një ditë ose gjysmë dite. Jo, i tha Allahu, por ke ndenjur 100 vjet. Shiko ushqimin dhe pijen tënde që nuk janë prishur. Ushqimi që kishte marrë Uzeiri me veten nuk ishte prishur fare, ndërkohë që gomari kishte ngordhur dhe prej tij kishte mbetur vetëm eshtra. Shikoje gomarin tënd si do ta ringjallim. Le të bëjmë ty dëshmi mrekulli për njerëzit. Vështroi eshtrat se si do i bashkojmë e pastaj do i veshim me mish. Para syve të Uzeirit, eshtat e gomarit qëndruan në këmbë. Filluan të formohen venat, damarët, u veshen me mish dhe në fund u bën me lëkurë. Por atij u bë qartë, ai tha: tashmë e di se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Pas kësaj ndodhi, Uzeiri ju drejtua fshatit ku ishte dërguar si pejgamber. Fshat në të cilin tashmë kishte lulëzuar dhe ishte gjallëruar jeta që mbretëronte aty. Ai pyeti njerëzit se njihnin Uzeirin dhe ata ju përgjigjen: po e njohim, por ai ka humbur para 100 vjetësh. Duke buzëqeshur Uzeiri ju tha: unë jam Uzeiri, por ata nuk e besuan. Kur ishte larguar nga shtëpia, Uzeiri kishte lënë një djalë dhe një shërbetore, e cila ishte verberuar qysh moshë të re. Pasi kishin kaluar 100 vjet, djali i Uzeirit tashmë ishte në një moshë të shtyrë. Ai tha Uzeirit: nëse ti je babai im, ai ka pasur në kurrez një gjysmë hën. Uzeiri zhveshi këmishën dhe ja tregoi shenjën që kishte në shpinë. Surja Teube, ajeti 30. Ata shkuan me një herë te një plak e cila kishte mbi 100 vjet dhe i kërkuan asaj pa përshkruante Uzeirin. Thuhet se ajo ishte shërbëtorja e Uzeirit. Ajo u përshkroi Uzeirin si një njerëz i mirë dhe të devotshëm te Zoti i tij. Lutjet e tij pranoheshin, i shëronte të sëmurët dhe u ndihmonte nevojtarve. Atëherë njerëzit e besuan se ishte Uzeiri. Ai filloi t'u mësonte Tevratin duke përtrirë sërish ligjin e Musait, kështu njerëzit u kthyen sërish fesë dhe besimit monoteist. Ata respektuan shumë Uzeirin, madje më vonë edhe e shenjtëruan atë saqë besuan se ishte djali i Zotit. E Beni Israelitët thanë: Uzeiri është djali i Zotit, e të krishterët thanë: si u është djali i Zotit. Vërtet që Zoti ynë është shumë larg prej diçkaje të tillë. Ja se Uzeiri ishte thjesht një i dërguar i Zotit, njeri i thjesht. Nga sa ai në Kur'anin fisnik thotë: thuaj, ai është Zoti një. Çdo gjë ka nevojë për të. Ai nuk ja ka nevojë askujt asgjë. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur. Asgjë nuk është i barabartë me të. Ngjarja e Uzeirit ishte një mrekulli e vërtetë për njerëzit, të shumë prej tyre gjetën shkas për ta besuar Zotin.